Spektakolare. Atëherë përshëndetje miqtë dashur të Buçi Podcast, mirë se erdhët në episodin e radhës. Jam këtu përsëri me Lulzimin dhe Klajdin, që juve i njihni nga 3 episode më parë. Për të gjitha ata që nuk e kanë parë ose nuk e kanë dëgjuar, ju sugjeroj të shkoni në të gjitha platformat ose në secilin platformë që juve përdorni, që është juaja e preferuar, atë ndiqni podcastin, lini mendimet tuaja dhe e njëjta gjë vlen edhe për këtë podcast. Kësaj herë, në fakt, kemi dhe jemi kesh tjetër që na është bashkuar, që është Edita. Edita, përshëndetje. Jetë djema, gëzojmë që me juve sot. Edita, çfarë mund të thuash ti për veten tënde? Po mos u trego modeste. Tani do të tregoj aty që ti ta them unë, pastaj modestia mund të futet aty si aksesor, nëse është. Po bëj një kështu prezantim të shkurtër. Unë quhem Edita, jam me origjinë gjysmë nga veriu, gjysmë nga jugu, po kam lindur në Berat. Kam studiuar economics në Tiranë, Fakultetin e Ekonomisë, bachelorin atje. Pastaj masterin e kam bërë këtu në Gjermani, në Bochum, në një qytet e vogël studentore. Është një deg multidisciplinare, quhet EELP, ka etik, economics, law and politics, ligje dhe politik. Por që e kam theksi ka qenë më shumë në economicsin energjetik, të tregjeve të energjisë. Aty kam shkruar edhe master thesis, domethënë më shumë të përqendruar për taksat e karbonit, edhe tema të tilla. Edhe u bë gati 5 vite tani në Gjermani. Vazhdoj me gjermanisht, nuk jam shumë mirë. Fatkeqësisht. Po të kësë me go. Edhe, vetëm, domethënë anglisht për më së shumti më është dashur të përdor, ndaj nuk më është. Vale që si e ke normalitetin, partneri ime punoj gjatë gjithë kohës me gjermane dhe nuk flet asnjë fjalë gjermanisht, sepse ashtu është tregu që është i përshtatur në mënyrë të tillë që të gjithë flasin anglisht. Po mirë, të pak të kuptojmë që anën e mirë dhe pozitive e ke nga Berati. Kështu që si e njohur me djemt? Me djemt jam njohur nëpërmjet lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë. Unë kam qenë ndër personat e parë që janë bashkuar aty, sepse për fat mirë themeluesin njërin prej themeluesve të lëvizjes e kam njohur në Bochum, ku kemi jetuar afër me njëri tjetrin, Bledar Milaqi. Edhe jam njohur shumë fillim me lëvizjen, pastaj janë ndërtuar grupet brenda në lëvizje, njëri prej tyre ka qenë grupi i energjisë dhe mjedisit, edhe kam patur fatin, kam njohur super çuna profesioniste si Klajdi dhe Lulzimi. Edhe unë kam mësuar shumë nga ata dy, domethënë. Se ka qenë sapo kisha mbaruar ose në procesin e mbarimit të studimeve. Kam qenë atë periudhë. Janë të rralla këto historitë e bashkëpunimit jashtë, po janë shumë të bukura. Lulzim, përshëndetje, mirë se erdhe. Për çfarë do flasim sot, miq i nderuar? Faleminderit Bleon edhe Dita, Klajdi, mirë se u gjeta. Sot çështjet mjedisore në Shqipëri janë tema që duhet me diskutuar shumë. Unë si aktivist mjedisit s'po bëj diferencim sfundmi, po mundohem të mos bëj diferencim sfundmi mes temave. E kam ndjek shumë temën e ndotis lumejve që e diskutuam edhe herën e kaluar bashkë me diasporën e Shqipërisë e Lirë. E kemi pas edhe vazhdojmë ta kemi si temën më kryesore për arsye të efektit masiv që ka ndodhja e saj. Gjithashtu fusha e menaxhimit mbeturinave ka qenë një ndër temat që ne kemi ndjek shumë në grupin e diasporës për Shqipërinë e Lirë për mjedis dhe energji. Por nga vetë fjala e fundit energji, ne jemi grupi edhe energjisë, kështu që kemi marrë sfundmi edhe me çështjet energjetike. Shqipëria sfundmi përballet me disa sfide shumë interesante të çështjes energjetike. Rreth 30% varet nga importi. Kjo për arsye sepse varësia e madhe nga energjia e ujit, hydropower plants, nga burimet e ujit për arsye të ndryshimeve klimatike, po ka goxha probleme që nuk mundet më ta mbushë Shqipërinë me energji elektrike, prandaj duhet me importuar. Dhe si rregull kur importoni duhet me importuar edhe me shtrenjtë. Po njëkohësisht një numër tjetër që mund të përmend është edhe 37% të shqiptarëve jetojnë varfëri energjetike. E gjitha kjo për arsye të politikave jo të duhura që po ndjek qeveria shqiptare, meqense Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm për energjitë rinovueshme. Dhe kjo është arsye pse ne jemi sot këtu, të diskutojmë për mënyrën se si Shqipëria duhet bëjë diversifikimin e energjisë për të plotësuar kushtet apo nevojat e qytetarëve të saj me çmime të përballueshme, por njëkohësisht të respektojë edhe standardet
agjendës gjelbër apo mjedisore, duke u siguruar që energjia që prodhohet jo vetëm sot, por edhe afatgjatë të jetë e përballueshme edhe ekonomikisht. Më shumë këtë pjesë e dita mundet me fol për taksën e karbonit, meqense ai ka studiuar në detaje. Kështu që pjesën tjetër pastaj sigurisht edhe Klajdi kemi pas shumë aktiv gjatë gjithë kohës që jemi marrë me çështjen e energjisë, si një ndër 3 temat më kryesore të grupit të energjisë dhe mjedisit në diasporë për Shqipërinë e Lirë. Para se të kalojmë te taksa e karbonit, Klajd, na fut në çikta detaje teknike. Patjetër. Kënaqësi për mua që jepemi prap pas disa javësh, nuk e di 4 apo 5 më duket janë javët që kemi pa u parë. Çështja e energjisë është një çështje shumë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Domethënë, nëse zgjidhim çështjen e energjisë, energjia mund të kthehet në një motor të ekonomisë tonë. Ne kemi trajtuar në grupin e energjisë shumë çështje, kemi profesionistë të jashtëzakonshëm nga e gjithë bota që merren domethënë që me tregjet e energjisë, me anën teknike të ndërtimit, me të centraleve me ujë, centraleve me erë, paneleve fotovoltaike. Por kemi gjithashtu profesionistë super, siç është Edita për shembull, që merren më shumë me anën legjislative, me anën ekonomike, me anën politike të zhvillimit energjetike. Po, pikërisht jo. Për Shqipërinë tema është shumë relevante sepse aktualisht, siç e tha Lulzimi, ne jemi 30% import, por ka raste që ne kemi edhe 60% import, duke pas varësinë shumë të madhe nga burimet hidro, dhe duke pas varësinë nga shiu, domethënë duhet bëjmë, si thon, vallen e shiut që bënin popullsitë indigjene amerikane për të pasur energji. Kjo ka pasur, me thënë të drejtën, duke parë dhe zhvillimet e reja teknologjike tani në burimet e rinovueshme, 15 vitet e fundit ka qenë të jashtëzakonshme dhe duhet të ishim shumë më lart tani. Domethënë në gjithë kapacitetet prodhuese, në kapacitetet menaxhuese, në kapacitetet transmetuese të energjisë elektrike. Pak a shumë për këto do jetë çfarë ne duam të diskutojmë sot. Të gjithë nga ne jemi shumë të apasionuar pas çështjes energjetike, kemi disi edhe hobi, më shumë se sa punë. Kështu që Është bukur, edhe kur hobi është shumë afër me profesionin, bën çdo gjë akoma më të thjeshtë. Edita, diem thanë tash, për shembull, Lulzimi tha që për taksën e karbonit mund të flasësh. Unë jam një person, ta them paraprakisht, që i kam kështu më bëjnë gur në vesh ka sa herë fjalën taks, i kam një çik zët, kështu nuk më pëlqen shumë si fjalë. Edhe Klajdi përmendi më vonë, domethënë për ekspertizën e pjesës ligjore etj. Çfarë bazamenti ligjor ka në Shqipëri ose nuk ka në Shqipëri? Çfarë mungon në Shqipëri për të implementuar, le të themi, modele të reja të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike? Dhe ç'është kjo taksa e karbonit? Po, do të flas specifikisht për kujt taksë referohem, se duket pak si term shumë përgjithësues dhe duket sikur po i referohemi se taksa karboni në vende ndryshme kanë ekzistuar shumë kohë përpara, po unë po referohem një temë që në fakt është shumë temë nxehtë edhe në Europë për momentin, dhe është një taksë sapo aprovuar nga Bashkimi Evropian edhe pritet që të ketë impaktin në vendet që nuk janë pjesë të Bashkimit Evropian. Edhe do mundohem tani në aspektin ligjor, unë nuk jam eksperte e ligjeve, kështu që do mundohem më shumë në drejtimin ekonomik të jap përgjigje pyetjeve të tua, që mos të futem në ekspertizë që nuk më takon edhe nuk mund ta bëj shumë mirë. Tani taksa e karbonit që i referohem, në anglisht është termi Carbon Border Adjustment Mechanism, quhet. Taksa është mekanizmi i rregulluar i karbonit, quhet, e përkthyer pak trash në shqip, po themi, dhe është një taksë e cila synon në fakt taksa duket se ka qëllim mjedisor. Në fakt qëllimi është më shumë ekonomik, pasi do që të rrisi konkurrueshmërinë e industrisë në Bashkimin Evropian. Duke qenë se duhet të dimë që gjitha industrinë në Bashkimin Evropian ka më shumë rregulla, ka më shumë taksa të karbonit se sa çka çdo industri e rënd ose jo jashtë Bashkimit Evropian. Dhe qëllimi është të rritet konkurrueshmëria, që jo
jo gjigantët më të mëdhenj të industrisë në Europë mos të duan të lëvizin në vende ku legjislacioni mjedisor është më i butë dhe nuk ka të njëjtat shtrëngime. Dhe ky është qëllimi kryesor i taksës. Tani Bashkimi Evropian këtë e mbulon duke i dhënë qëllime mjedisore për ta bërë më sensibël për publikun. Dhe qëllimi i taksës është, pra, kjo taksë do vendoset në kufirin e Bashkimit Evropian, duke filluar vetëm nga materialet ose produktet që janë të industrisë së rëndë, po themi hekurit, çeliku, çimentoja, apo fertilizers, harova. Ushqysit bimor. Eksakt. Po. Do me thënë do filloj me këto, nga që këto e kanë supply chain e kanë më pak kompleks. Dhe kjo, dhe deri këtu është okay, edhe duket sikur nuk ka shumë impakt për Shqipërinë, që të kaloj pak ta drejtoj ku është impakti për Shqipërinë, sepse ne nuk kemi industri që eksportojmë jashtë ose që eksportojmë në Bashkimin Evropian. Por problemi i kësaj është që kjo është vetëm periudhë fazë përgatitore taksës, do me thënë ata kanë filluar vetëm duke provuar me këto 3-4 produkte të para, do me thënë. Dhe më pas ajo do shtrihet pothuajse në të gjitha produktet që eksportohen për në Bashkimin Evropian. Dhe këtu pastaj fillon edhe risku për vende si Shqipëria. Pse? Sepse ne nuk kemi një infrastrukturë të ndërtuar për monitorimin, për raportimin e emisioneve të karbonit. Do me thënë ne mund të prodhojmë diçka në Shqipëri që pak të janë gjërat që prodhojmë, por gjithsesi ne nuk mund ta masim se sa është përmbajtja e karbonit që ka ky produkt që është krijuar. Dhe kjo është problemi, do me thënë që është kapur akoma në fazë në gjenezë, po themi se akoma taksa nuk është aplikuar e plot, po gjithsesi është shikojmë në perspektivën më afatgjatë gjithmonë. Nuk e din nëse duhet që sepse mund të flas do bëj një pyetje. Vetë pyetje dhe Clyde, të lutem nëse se ke problem gjatë kohës kur nuk flet ta fikësh pak mikrofonin se vjen ca goditje kështu, nuk e di. Nga pas. Okej, se unë po marrë një vibe, kështu një energji sikur gjithë juve jeni dakord me këtë taksën e karbonit dhe nga ana politike, nuk po flasim për çështjet ambientaliste, sepse nuk ka mendoj njëri që është i shëndetshëm në tru që nuk do që ambienti të mbrohet dhe çdo gjë të bëhet të prodhohet në mënyrë më të pastër. Unë me aq pak sa di dhe theksoj, me aq pak sa di, jam kundërshtar i fortë i taksës së karbonit, të pak ashtu siç kam kuptuar unë, sepse ti përpara e përmende shumë mirë, që do implementohet në fillim tek industritë e rënda, por që në fakt në Europë janë industri pothuajse kryesore, që kanë, le të themi, japin vërtet një goditje jashtëzakonisht shumë të fortë industrisë në përgjithësi. Dhe kur themi industrisë, nuk është se intereson njeriu shumë as për aget, as për korporatat, sepse në fund fare Bleoni, Klajdi, Lulëzimi dhe Edita do të paguajnë. Çdo gjë, domethënë, do rritet të çmim, nuk ka kuvete ndryshe. Tani, në një lloj situate politike dhe financiare që gjendet Europa në këto momente, duke nga luftrat e pasojat e Covidit e tjerë. Unë nuk kuptoj shumë idenë e të taksuarit atë që xha ekziston, që është pothuajse në pikun e vet, është më mirë se s'ka qenë vitën përpara, është më e përparuar dhe më eficiente se s'ka qenë ndonjëherë, siç janë për shembull karburantet fosile, domethënë që si nafta, marrim një shembull. Unë kuptoj një anë gjeopolitike, okay, sepse Europa kërkon të shpërngullet nga shumë faktorë ndërkombëtar të jashtëm që nuk përputhen me vlerat e tyre kulturore, humaniste etj, por pyetja që bëj unë, që e kemi diskutuar dhe kemi cekur pak më shumë atëherën e fundit, është në çfarë kosto. Me çfarë kosto duhet të arrish të qëllim, se qëllimi është i mirë, por ndonjëherë mënyra nuk është se justifikohet në 100% nga qëllimi. Sepse ne duam të vëmë atje në Shqipërinë nëse do të implementonim, në qoftë se do të implementonim diçka të tillë, do ishte për shembull zhytse për çdo lloj biznesi apo industrie që ne po mundohemi të krijojmë edhe duke ushqyer kështu me pikatore siç bëhet në Shqipëri.
Nuk mendoni se edhe kjo e kam ende runde, kështu komplet përgjithë që a nuk mendoni që është një çik model i keq për të shtypur atë që xha ekziston vetëm që kjo të ngrihet në vend që në një mënyrë tjetër monetare, financiare, të jepen fonde që kjo lloj teknologjie që quhet green kohët e fundit të arrijë deri në atë nivel që ta konkurrojë ato fosile, por pa e dëmtuar këtë të fundit. Ke pjesërisht të drejtë në mënyrën si e shikon, por unë mendoj që nga ana ekonomike të gjithë e dinë që taksa është një ndër llojet e mekanizme që lëviz, që i bën aktorët në treg të lëvizin dhe të incentivohen. Nuk mund të incentivohen thjesht duke i subvencionuar ose duke i bërë për tac që të marrë iniciativa vetë. Tani problemi është që taksa, vetëm e thënë taks ka konotacion negativ. Dhe kjo është gjithë ajo që publiku merr. Prandaj ata për shembull e quajnë mekanizëm, sepse mekanizëm që të shtyn të lëvizësh. Është instrument politik. Instrument politik, eksakt. Prandaj nuk duhet parë vetëm në nocionin negativ, sepse po ta mendosh, të paktën për këtë taksën që ne po flasim, ka një mënyrë se si vendet mund të shmangen nga pagimi i kësaj taksës, domethënë nga jo pagimi në kufi, po themi, që në kufinë e Bashkimit Evropian ata duhet paguajnë këtë taksën. Kush është mënyra? Mënyra është që vetë vendet të ndërtojnë sistemet e tyre të matjes së taksës së karbonit. Çfarë do të thonë? Në momentin që ti ke një National Carbon Emission System, një sistem ndërkombëtar të emisionit të karbonit, do të thotë që ti vetë si shtet ke mënyrën, ke instrumentin tënd se si e mat kontentin, përmbajtjen e karbonit në produktet e tyre dhe ti merr të ardhurat e këtyre nga vet prodhuesit. Nuk ke nevojë që ta paguash të taks Bashkimit Evropian. Dhe prandaj Bashkimi Evropian e ka dhe si mënyrë indirekte për të thënë, ti vërtet nuk do të më paguash mua, por ndërtoje ti sistemin brenda vendit tënd, bëu i aftë që ti ta vjelësh këtë të ardhur. Dhe në këtë mënyrë dhe industria të incentivohet për të rritur inovacionin në sektor të caktuar, sepse është edhe pak vështirësi, po të mendohet për shumë industria e rëndë, prodhimi i hekurit. Ti të mundesh prodhimi i hekurit që ka një kontent shumë të lartë, harxhohet shumë energji elektrike gjatë proceseve të prodhimit të tij. Kjo do me thënë është pak e pamundur për momentin, me aq sa teknologjia ka arritur dhe shkenca, që kjo të bëhet komplet 100% carbon free. Prandaj është dhe pak limitim për shkak të nuk ka arritur akoma shkenca që ta bëj këtë gjë të mundshme. Edita, në princip si fenomen, do me thënë, unë jam pro si ides. Unë do me thënë ndërroj dhe uroj që dita që le të themi të gjitha gjërat bazike që neve na duhet të prodhohen në pothuajse zero carbon emission, do me thënë, do ishte gjë më perfekte për mua. Por, unë jap një shembull nga industria ime. Tani, hekuri jo domosdoshmërisht ai që përdoret për të futur në beton, por zakonisht hekuri për konstruksionet e hekurit, ato që konstruktohen drejt për drejt me hekur, si ura, gradacela etj. Për shembull, është importi për Gjermaninë flasim, nga India dhe Kina. Janë vende që nuk kanë asnjë lloj parametri edhe nuk kanë për të pasur asnjë lloj parametri, sepse ata janë parti shtete dhe çdo gjë është në të mirën e gjës së madhe dhe jo të individit apo të nuk e kanë ato këto largpamësitë që pretendojmë ne si europianë se kemi. Në momentin që flasin janë më shumë se sa gjysma, jo vetëm e hekurit, por edhe e materialeve, drasave, janë ato pres platën, domethënë nuk prodhohet më asnjë gjë në Gjermani sepse kushton minimumi 5-6 fish më shumë se sa ato që vijnë direkt nga Kina. Bile ne në jargonin e punës nuk i themi më ashtu siç e kanë emrin, i themi shina platën. Domethënë sepse dihet botërisht. Tani ne xha jemi në një moment që nuk i konkurrojmë dot ata për këto lëndët bazike. Domethënë një diçka e tilla nuk do të bënte më të vështirë akoma për të konkurruar ata? Jo, nuk po flasim për lëndët bazike, që lëndët bazike dihen që nuk prodhohen më në Gjermani, po flasim për nivelin e dytë të supply chain, pse unë nuk e din Shqipërisë si ka problem. Mos e ke problem. Në rrjetin e dytë të supply chainit kur ti bën assemblimin e
këtyre se nga që janë terma pak specifik teknik, por kur nuk po them për jetën e parë të prodhimit, po them për jetën e dytë ku bëhet asemblimi, që mund të bëhet në Gjermani, që kjo ka vlerë të shtuar sepse ka persona që ka një punësim aty në atë sektor. Për këtë janë më të rrezikuar, po themi Gjermania, që nuk do që edhe këtë nivel të dytë të këtë zinxhirit të prodhimit ta zhvendosin në këto vendet e treta, sepse sa më shumë lart ngjitesh ti në zinxhirin e prodhimit, aq më shumë vlerë të shtuar ka, edhe aq më shumë kosto ka për vendin i cili do ta zhvendosë nga vendi i tij te një vend tjetër. Nuk po flasim për nivelin e parë të prodhimit, sepse e dim që prodhimi i hekurit, i çelikut, edhe i çimentos, prodhuesit kryesor për momentin janë India, siç e përmendet, janë Kina, është Turqia, prodhuese shumë e madhe e çelikut edhe çimentos, edhe Rusia. Pra këto janë vendet që janë të mëdhaja edhe në numër popullsie, edhe në kapacitete, dhe këta, dhe po të themi Bashkimi Evropian po targeton këta për t'i ndërgjegjësuar, për t'i thënë hey, boll sepse juve gjapo prodhoni shumë dhe nuk keni asnjë standard, filloni të vini standardet, në të kundërt duhet paguani më shumë për t'i shitur në tregjet tona. Kjo është pak a shumë ideja e thënë thjeshtëzi. Okej, shiko, se unë as nuk dua ta zgjatem shumë sepse kjo nuk është tema specifike, por thjesht mbase mund të ndihmoj njërin nga djemt. Unë nuk kuptoj filozofinë, pas kësaj nuk kuptoj shumë thjesht, domethënë sepse e kemi parë se ta kanë funksionuar edhe me Rusinë edhe me Kinën, të gjitha këto gjëra që janë ndërmarrë deri tani, dhe ti nuk mund ta privosh tregun evropian nga një produkt më i lirë. Mund të ndërhyj? Po. Shikojmë nga një herë, si thon, pemën edhe u mbasim pyllin, ëh. E gjithë çështja është që Gjermania çdo 2 vjet ka përmbytje katastrofale. Shqipëria çdo vit ka po ashtu përmbytje katastrofale, zjarre tani që nuk i kemi parë vitet e fundit. Këto ekstremet klimaterike e kanë një arsye. Për shembull Brazili që unë punoj shumë, gjithë shteti i Rio Grande do Sul, që është një shtet sa Gjermania, ishte gjithë në ujë. Domethënë nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë sa ka që maten domethënë prurjet e lumenjve apo rreshtet, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e shtetit të Brazilit. Domethënë këto nuk janë evente që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Këto janë gjitha të bashkuara. Edhe gjitha këto është problemi i karbonit. Edhe kjo taksa e karbonit është një incentiv politike që të gjitha këto vendet që nuk duan, ose thonë shiko se ne nuk e kemi luksin që të mendojmë për karbonin, ti vendosësh në rresht dhe të thuash nëse do të bësh biznes në Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian nuk është Amerika tregu më i madh në botë, është Bashkimi Evropian. Po. Domethënë ekonomia më e madhe në botë është Bashkimi Evropian. Dhe nëse do të bësh biznes me Bashkimin Evropian, duhet të ruash disa rregulla. Sepse për ata, domethënë industria e çelikut për Indinë ose industria e çelikut për Turqinë, siç tha Edita, janë deg shumë të rëndësishme. Domethënë nëse ti mbyll eksportet e çelikut me Bashkimin Evropian për këto vende, krijon problem të paprecedent, domethënë krijon destabilitet ekonomik, krijon destabilitet politik, edhe politika është e detyruar që të përmbahet këtyre taksave. Domethënë taksat janë që nga emri janë taksative, duhen bërë. Nëse nuk bëhen, nuk ka biznes. Domethënë duhet mbajtur pak në një perspektivë pak më të gjerë. Domethënë çfarë po ndodh, edhe do bëhet edhe më keq në 30 vitet e ardhshme. Domethënë kjo është bindja ime, se secili beson çfarë të dojë. Mund të jesh Trumpi dhe të besosh që shikoj nuk ka climate change. Domethënë do vazhdojmë të nxjerrim naftë, do vazhdojmë të djegim qymysh, do vazhdojmë të djegim gaz. Klajt, bindja jote sigurisht, por bindja jote është bazuar dhe në fakte dhe në shkencë. Jo, po nga bindja e Trumpit, mos krahasojmë bindje të tilla se ne mundi me besu gjithçka, por kjo është fakt. Kjo është shkencë që po përmend. Njeriu beson ku doj. Nuk përpos fakte. Domethënë ka fakte nga të dy anët. Ka dhe fakte që thonë që nuk ekziston ngroja globale. Domethënë ka profesorë dhe shkencëtarë të njohur që e mbështesin këtë ide. Por unë besoj këtë tjetër, që ngroja globale është realitet, edhe nëse ne duam që unë do bëjmë fëmijë tani, edhe nëse dua që fëmia im të rritet në një botë më të mirë, duhet të mendosh që shiko, në 100 vitet e ardhshme, ndoshta nuk do jetë një planet siç është sot. Kështu që është e gjitha një tragjedie që vjen.
kisha. Lulzim, çfarë është projekti në lidhje me Shqipërinë në këtë drejtim? Ose ideja? Po, ideja Blon një përmbledhje do të nxjerr nga konferenca për energjisë që kishte në 3 maj, ku me të vërtetë u mblodhen ekspertët më të mirë shqipfolës, që jo gjithë jetojnë në Shqipëri, po që drejtojnë që menaxhojnë organizatën më të mira të rajonit, siç është organizatë nga më ndryshme, kishim edhe për përfaqësues nga Ministria e Mjedisit, s'po më vjen një ndër organizata që ishte një person që përfaqësonte. Po dhe një përfaqësuesi Energy Community. Energy Community, faleminderit. Po, nga Energy Community edhe në fund fare nuk është mendimi im apo i Editës apo i Klajdit, aty u mblodhen shumë mendime ekspertësh. Edhe përmbledhja ishte shumë e qartë që Shqipëria ka nevojë për diversifikim të energjisë, siç u përmend për arsye të varësisë nga importi, për arsye të problemeve ndryshimeve klimatike, pavarësisht se i beson apo nuk i beson dikush në Shqipëri, është fakt problemi me ndryshimet klimatike dhe varësia nga burimet hidro. Dhe gjithë raportet, gjithë rezultati ishte që Shqipëria nuk e ka luksin të investojë në burimet e gazit, nuk e ka luksin të investojë në termocentrale, por e ka luksin dhe mundësinë të investojë në energjinë rinovueshme. Prandaj, nga shumë arsye dhe shumë përmbledhje që dolën bashkë, Shqipëria duhet të investojë në diversifikimin e energjisë drejt energjisë rinovueshme. Edhe kjo ishte ajo arritja më e madhe, sepse unë kam disa dhëna këtu që aktualisht për Ballkanin më ndihmon vetëm 7% energjisë elektrike vjen nga energjia diellore dhe nga era. Rajoni ende mbështetet shumë në energjinë nga shënjyri dhe hidrocentralet. Një fakt tjetër që e kam është që projektet energjisë rinovueshme, energjisë pastër, mund të gjenerojnë 4 herë më shumë energji elektrike se sa termocentralet me gaz, duke kursuar mbi 9 miliardë euro për rajonin ballkanik dhe duke shmangur 103 milion ton emetime të dioksidit karbonit gjatë jetës tyre. Që këto janë fakte reale që flasin qartë që ne duhet të ndërgjegjësohemi, duhet të zgjohemi dhe të mendojmë jo për mbrojtjen e mjedisit, sepse unë ai koncepti që tentoj të përdor më shumë është zhvillim i qëndrueshëm dhe jo mbrojtje mjedisit, sepse mbrojtja mjedisit mund të jetë edhe një anshme, mund të ketë pasojë sociale që unë nuk jam shumë pro edhe pse jam goxha aktivist për mjedisin. Por zhvillimi i qëndrueshëm i prek të 3 elementet kryesorë, që është elementi mjedisor, që ne nuk mundemi të prodhojmë pa e mbrojtur mjedisin. Ka shku koha, unë gjithmonë e krahasoj me çështjen e është ndryshe efekti ku hidh një shishe në lum para 30 vitesh, ndryshe kur e hedhim sot. Se para 30 vitesh mund të ishte shishja e 5 apo e 6, kurse sot është shishja 1 miliard, 1 miliard 2 dhe sigurisht efekti është tepër më i madh. Siç e përmendi edhe Klajdi apo çështja e fëmijëve që sa ne duam që të rriten një ambient shëndetshëm, duhet minimumi që mjedisi i pastër. Faktori i dytë është social. Ne nuk mund të pranojmë që fëmijët tanë apo miqtë tanë apo vetë apo kushdo që oftë në botë prodhojnë kushte sociale skandaloze. Po njëkohësisht gjitha këto dy pikat e para duhet përmbledhen nga ana ekonomike. Do të thonë ekonomikisht duhet të jetë e qëndrueshme. Të gjitha këto e bën një zhvillim qëndrueshëm që i plotson gjithë kushtet dhe biznesi mund të ecë përpara. Kështu që ne sot, qoftë Shqipëri, që jemi një shtet shumë i vogël, që efektohemi nga çdo lloj ligji apo takse evropiane apo globale apo kudo, ne po shkojmë në atij drejtimi që besoj çdo shtet i botës drejt centralizimit. Do të thonë Shqipëria i ka kushtet për ta mbajtur veten me energji, i ka kushtet për ta mbajtur veten me ushqim, me bujqësi. Do thonë kemi goxha kushtet për ta mbajtur veten të paktën qëndrueshëm deri në një farë pike, që sigurisht do vajemi gjithmonë, globalizimi është aty dhe mbase nuk i shmangemi, edhe pse unë nuk është jam ndonjë super tifozi i globalizimit, vetëm për gjëra domethënë shumë tepër të rëndësishme që nuk e di çfarë mund të jenë gjëra tepër të rëndësishme, nuk do të zgjatëm shumë, vetëm po shkoj drejt mbylljes, unë do bëj në Shqipëri, po ndërtoj parkun e ekonomisë qarkulluese. Një ndër objektet që po ndërtoj është një qendër për edukim që po bëhet nga dengjet e Bykut. Domethënë përveç se domethënë gjithçka është lokale, përveç se mbase metaleve që është u detyrova të mbuloja, 95% po di pak a shumë është material lokal, që mund bëhet me forca lokale, me njohuri lokale. Kështu që ne nuk kemi nevojë gjithçka ta importoj sepse e marrim më lirë. Në momentin që ne bijem dakord ta marrim një diçka nga Kina me çmime të lirë, ne duhet me ditë pasojat që po i shkaktojmë vetes, po edhe gjeneratat të ardhshme. Nuk duhet me u mbajt vetëm tek çështja ekonomike që po i kursojmë 2-3 euro, sepse ato 2-3 euro nuk janë asgjë për anën shëndetësore. Dhe ajo që do të shtoja shkurt është ndërtimi i rrugëve. Unë shikoj ndërtimin e rrugëve, pa jap si shembull çështjen e ngrohjes globale. Tani sfumi u hap autostrada Milot-Kashar, që sigurisht ka ndikuar jashtëzakonisht shumë pozitivisht në trafik, në lehtësimin e trafikut në zonën e fushkrujes, turistë që vinin nga Kosova etj. Por njëkohësisht është shtruar një rrip i zi po në atë zonë.
ai rripi zi grumbullon energji të jashtëzakonshme. Në situatën që ne e kemi, një rrugë plus për çështjen e ndryshimeve klimatike është skandaloze. Prandaj është bërë Tirana pothuajse e pajetueshme, këto rrymat e ngrohta është për arsye të betonit tepër që përgumbullon sa më shumë energji. Kështu që mbrojtja e mjedisit, gjelbërimi s'mund të jetë ndryshe sepse me të vërtetë po na dëmton çdo ditë. Këtë verë, siç është shkruajtur edhe në gjermanisht, zomer des hölle zomer, diçka e tillë, domethënë vera e djallit që ja ku jemi në Prishtinë mund sot, s'ka ndodhur ndonjëherë të djersitesh në Prishtinë në 9 darkës e të mërshme. Jo, pra ata këtë drejtë, me thonë, kam pasur fair share timin e të studiuarit të konstruktimit rrugëve, të me thënë, edhe në një podcast që për asol fola shkurtimisht, por do të bëhet diçka tjetër më të shkurtër për më të detajuar, pasi është gjë që më intereson dhe mua. Ne jemi jashtë lloj standardit edhe mua nuk më vjen keq fare për asnjë lloj aktori politik apo governancë që mund të qarkulloj, sepse është jo vetëm një fatkeqësi do ta quaja unë, po është më shumë një katastrofë mënyra se si bëhet konstruktimi i rrjetit infrastrukturor dhe ndërtimi i tyre. Domethënë që nuk ka, duke filluar që nga barierat mbrojtëse akustike etj. Domethënë janë shumë gjëra, domethënë që po të hyj asaj unë të flas këtu me juve të katërve një orë vetëm sa gabime bën në 100 metër rrugë që shtrohet në Shqipëri. Por le të kthehemi pak temës. Po. Mund të shtoj diçka tek ajo që tha Lulzimi për konferencën që mos ta humbim fokusin dhe pastaj mund të lëvizim me flasim më gjerë. Në fakt çfarë munduam ne edhe një pikë që të parashtrojmë, edhe prandaj edhe kjo taksa karbonit u fut në funksion të narrativës që ne ndërtuam, ishte pikërisht kjo, sepse ne nëse lexojmë strategjinë kombëtare të energjisë 2018-2030, ka dy pika aty që duket sikur pak a shumë kundërshtojnë pak njëra tjetrën. E para është që thotë diversifikim në rritje të prodhimit nga burimeve të rinovueshme, që është okay, edhe ligji i vitit 2023 thekson këtë nxitjen, sepse kemi potenciale për të diversifikuar. Edhe nga ana tjetër një pikë tjetër thotë që gjithashtu për të mbuluar nevojat e vendit do mundohemi të kemi penetrim të gazit natyror në masën 20%. Dhe nga një vend i cili nuk ka as pak kuadër, nuk kemi pasur, jemi vendi më hidro, domethënë kemi gjithë të bazuar në burime të rinovueshme. Të shkojmë deri në masën 20% është paksa shumë, edhe duhet edhe pastaj duhet edhe analizuar, duhet edhe studiuar, domethënë edhe nevojat që ka normalisht, sepse edhe kërkesa për energji është në rritje, kuptohet që vendi ka më shumë kërkesë, duhet që të mbulojë nevojat, edhe duhet menduar se si të mbulohet nevojat. Dhe një nga arsyet që ne sollëm aty, sepse kjo 20% që i rritjes së gazit natyror është shumë i madh, është pikërisht edhe për të edhe sollëm këtu në vëmendje edhe taksën e karbonit, sepse nëse di në vitin 2030 do që të rrisësh në masë 20% gazin natyror në vend, atëherë në 2030 është pikërisht momenti kur kjo taksa do fillojë të aplikohet në shumicën e produkteve. Edhe ti si do eksportosh nëse ti ke filluar për prodhimin, nuk e di çfarë mund prodhohet në Shqipëri. Shufra hekuri që prodhon një nga kompanitë atje. Nëse TikTok e filluar i prodhon me energji e cila vjen nga gazi natyror, atëherë ti ke rritur nuk e di me sa x% përmbajtjen e karbonit aty brenda. Prandaj efektet janë direkte dhe janë zinxhir, edhe nuk janë aq larg se 2030 nuk është aq larg. Edhe më shumë do filloj duke u zgjeruar rrjeti produkteve. Edhe kjo është edhe arsyeja sepse donim që kjo konferencë të mbahej në atë moment, sepse është një moment që është duket sikur është larg, duket sikur po flasim për gjëra që do ndodhin pas 20 vitesh, jo, sepse për të ndërtuar infrastrukturën, për të ndërtuar duhen infrastrukturën që të monitorohet dhe të raportohet emisionet e karbonit, duhet të kemi burime njerëzore, duhet të kemi njerëz të edukuar në pozicione të caktuar, të cilët të fillojnë ta ndërtojnë këtë skem sa më shpejt që të jetë mundur. Prandaj edhe ne donim që aty të kishte sa më shumë ekspert, paktën ne bëm përpjekjen tonë. Pastaj ata që mundën të erdhin, për shembull nga Ministria e Infrastrukturës nuk patëm atë lloj vizibiliteti që ne donim të kishte, po keq për ta sepse në fakt kjo është një çështje që askush nuk mund ta kundërshtojë, është aty, është prezente. Jo, pra dhe bravo i qoftë, edhe është një pikë vërtet shumë e vlefshme. Përsëri edhe këtë kemi cekur pak fare me djemterën e fundit dhe mendoj edhe unë që është hapi i dur, sepse nuk mund të nisemi ne kur nuk kemi asnjë infrastrukturë ta ngrejmë dhe ta rrëzojmë prapë pas 10 vitesh, është thjesht ineficiente, është kontraproduktive. Klajdi,
me pak fjalë të thjeshta, domethënë që ta kuptoj gjithsecili. Në përshtypje publike, energjia elektrike shqiptare ka qenë ndër energjitë më të gjelbërta, në krahasim me vendet e Europës, domethënë që kanë gazin, naftën, qymyrin e tjerë e tjerë. Si arritëm ne deri në këtë pikë që nuk puna del, duke bërë një krahasim të vogël, domethënë se sa burime ujore kemi ne në krahasim me sipërfaqen që kemi në krahasim me Gjermaninë, për shembull, ndryshimet e relievit që në fakt na mundësojnë edhe mbas edhe një krijim në përqindje më të lartë se sa një shtet Gjermania. E heqim në janë faktin e atyre 230 e ca që u dhanë atëherë edhe në zonat të mbrojtura. S'po flasim për ato. Shiko, që është gjysmë e vërtet, domethënë që jemi me green energy, sepse një sasi shumë të madhe të energjisë ne e prodhojmë vetë, po një sasi shumë të madhe ne importojmë. Domethënë ka vite që ne importojmë mbi gjysmë. Edhe para disa kohësh kam bërë një grafik, domethënë për 3 vitet e fundit apo për 4 vitet e fundit, nuk e di, duhet ta shoh prapë edhe të ta shpërndaj. Ne kemi importuar nga Serbia rreth 600 milion euro në 3-4 vite energji, që nuk është energji e gjelbër, sepse ata e prodhojnë energjinë e tyre me qymyr shumicën. Domethënë ky është një problem shumë i madh. Problem tjetër shumë i madh që është disi teknik, edhe këto 200 ca hidrocentralet e vogla që thua ti, që faktikisht duhet të jenë tani rreth 360 në 2024. Nuk është vetëm problem i zonës. Janë rritur, unë mendoja se ishin shkurtuar ato nga që ishin disa ilegale. Jo, ato do rriten derisa të arrin 620. Janë kontratat koncesionare të dhëna për hidrocentralet. Ka anulluar ministria rreth 70 prej tyre, por për 6-7 vjet ndoshta do kemi rreth 500 hidrocentrale të vogla. Me thënë këto janë të cimentuara në gur, kontratat janë fiks, nuk mund të ndryshojnë. Këto kjo ishte një ide shumë e gabuar, sepse nuk ishte një strategji zhvillimi. Domethënë këto ishin më shumë si qoka kur u dhanë atëherë. Edhe po të shikosh grafikun në vitet elektorale, ikën dhënia e koncesioneve stratosferë, pastaj zbret poshtë, 3 vjet, pastaj vite elektorale prap fluturon, domethënë. Këto hidrocentralet e vogla kanë një përparësi, domethënë që e kanë rritur disi prodhimin e energjisë elektrike, por jo në vende që na duhet. Domethënë sepse edhe energjia nuk është e centralizuar thjesht, energjia është decentralizuar. E fut në rrjet aty ku ka nevojë. Edhe shumë herë këto hidrocentrale na bëjnë keq për rrjetin, domethënë, ne duhet t'i fikim këto sepse rrjeti s'ka kapacitet. Megjithse u paguajmë çmimin siç do prodhonin me kapacitet të plot. Plus që ta janë prodhues me përparësi, domethënë në sistemin energjetik shqiptar, këta duhet të futin energjinë të parët. Domethënë, futin këta energjinë, pastaj fut keshi, pastaj fut çdo tjetër. Edhe kur ne kemi energji me shumicë nga keshi, jemi detyruar të mos ta fusim në treg, sepse e prodhojnë dhe për prodhuesin e përparësi, që janë hidrocentralet e vegjël. Kjo është skandaloze, plako. Është një gabim shumë i madh i sistemit, domethënë ne keshi e shet energjinë me 10 euro për megavator, kurse këta e shesin me 70 euro për megavator, domethënë 7 herë më shumë. Është një problem shumë i madh, por kjo është teknikalitet, me thënë të drejtën, sepse ka disa gabime të tilla që ndodhin për shkak të mungesës të strategjisë. Domethënë nuk ka pas një strategji të mirëfillt se si do zhvillohet Shqipëria. Domethënë ka qenë shumë amulli. Domethënë nga një anë do rritim energjinë, siç e tha Dita në strategjinë e 2018-2030, nga një anë thonë do rrisim përqindjet e burimeve të rrugëzueshme, nga ana tjetër thonë do rrisim gazin, edhe vetë nuk e din se çfarë bëjnë, edhe bëjnë diçka tjetër në fund. Domethënë shkruajnë strategji, po gjithë zhvillimi ekonomik bazohet në tekat e njërit apo të tjetrit, edhe në interesat e momentit. Kjo është shumë e rëndësishme.
që nga shumë e frikshme e gjitha. Okej, këto zëm se i kemi në xhep këto 500 që do dalin në krye të disa viteve. Nësa kuptova unë, domethënë, tek projekti ideja që juve keni, ose që jeni pjesë e cilës, qëllimi është që të zhvillohet, të zgjerohet ose të krijohet nga fillimi infrastruktura e prodhimit të energjisë diellore dhe asaj prej mullinjve të erës, domethënë. Është në fazat e para, është thjesht një dëshirë dhe ka filluar, le të themi, krahasimi nga vendet e huaja për të pasuar me implementimin, apo është diçka domethënë më konkrete që mund të jenë piketuar edhe zona specifike se ku mund të krijohet një fermë diellore edhe ku mund të krijohet, le të themi, një pyll i mullinjve të erës. E pret nga mua përgjigjen? Nga cili Mund ta shtjelloj un pak. po. Në 2-3 vitet e fundit kemi pas shumë zhvillime në këtë aspekt. Domethënë shumë vonë, por kemi pas shumë zhvillime. Domethënë janë tenderuar ose janë aprovuar, tani lexova një lajm, rreth 440 megawatt pikë të instaluara, që vetëm nga burimet fotovoltaike. Që po ta bësh në relacion me çfarë prodhon Shqipëria, është rreth 25%, domethënë 20-25% e gjithë prodhimit shqiptar ose gjithë kapaciteteve të instaluara, jo e prodhimit. Se prodhimi është tjetër gjë. Domethënë po ecet në këtë drejtim. Shqyqyr zoti me vonesë, por po ecet. Thjesht duhet patur parasysh tani që kur investon kaq shumë në energjinë eolike, në energjinë diellore dhe në energjinë eolike, duhet investuar shumë edhe në kapacitetin e rrjetit. Sepse rrjeti është shumë i rëndësishëm për transmetimin e energjisë. Para disa ditësh kishim një blackout shumë të madh në Shqipëri. Edhe ka indicie që mund të ketë qenë Shqipëria, domethënë që ka qenë Rajon, problemi. madje. Po, ka qenë problemi për gjithë rajonin. Sistemi transmetimit shqiptar. Problemi është që energjia e erës dhe energjia diellore i ke kur nuk e di kur i ke. Domethënë kur i ke duhet i futesh më njëherë në rrjet. Nuk është si hidrocentrali që shtyp butonin kur do ti. Edhe rrjeti nganjëherë nuk mund ta mbajë këtë gjë. Prandaj ka tani ide të rëndësishme, domethënë kaskadën e Devollit, të ndërtohet një stacion pompimi, domethënë bateri hidrocentral, edhe Keshi, me sa informacion kam unë, do të ndërtoj një stacion tjetër pompimi në hidrocentralin e Komanit, që kur kemi shumë energji në rrjet, ta marrin edhe ta fusin në pompa e ta përdorin ujin për më vonë. Kjo është pak më shumë ide e zhvillimit tani. Okej, pyetje, le të themi disim jo praktike, po për ta kuptuar më shumë për ne që jemi jashtë fushës. Energjia ujore, domethënë pavarësisht se ka ata butona që ti, gjithsesi është lidhur drejt për drejt me faktorët natyror, siç i përmendëm përpara, domethënë që kur ka ujë ka energji, kur s'ka ujë s'ka energji. Shumë e thjeshtë. E njëjta gjë vlen edhe për burimet për mullinjt e erës, nuk jam shumë i edukuar, por më e njëjta gjë do të lej edhe për fotovoltaike. Është, le të themi, e parashikueshme deri diku. Pimaldam është e parashikueshme se sa ditë dielli do të kemi, domethënë, dhe normalisht në këto ditë prodhohet një sasi më e madhe energjetike që çon në këtë moment, në qoftë se ne për 15 vite do kemi një sasi shumë të madhe energjetike që prodhohet nga panelet diellore, domethënë që energjia elektrike shqiptare në këtë moment do jetë e lirë, sepse ne kemi aty dhe nuk kemi çfarë bëjmë dhe duhet ta heqim sa më shpejt, me sa kuptova unë. Kam mënyra mbase legislative jo, po kështu gjeoekonomi për në rajon se si mund të shmanget këto shpërdorimi ose shitja me shumë pak lekë dhe më vonë blerja, pastaj kur nuk kemi as diell edhe as erë me shumë lekë, sepse kjo është diçka për shembull që e kemi provuar ne këtë, mamja e ka kuptuar dhe çdo qytetar shqiptar këto 6-7 vitet e fundit, domethënë kur kanë ardhur ato skandalet që shitej me një fraksion të asaj që bliej më vonë. Mos u zini.
Unë do Jo, shtoj nuk diçka pastaj për mundësitë e ruajtjes së energjisë së diellit, edhe sa efektive janë, por mbase Klajdi do të thotë diçka më konkrete për pyetjen tënde Blan, ose Edita nuk e di kush do të fliste. Po, Kled mund të vazhdosh. Unë do shtoj E në dyta, një. jo se nuk ta privatizoj prandaj. Jo, nuk ka si Jo, më jo, s'ka problem. Thjesht nëna duhet tani nëse do të vjen informacioni më shpejt, s'ka problem. Jo, po për këto çështje jam marrur më shumë në grupin e energjisë, prandaj domethënë për sistemin e prodhimit dhe për sistemin e ruajtjes. Këto janë fusha ime. Shiko, energjia ka edhe një dimension kohor, domethënë ti mund ta kesh në hidrocentrale aty, po duhet ta dish se kur do ta përdorësh. Tani çfarë ndodh? Ne ujin e kemi gjatë vitit, domethënë gjatë 6 mujorit të parë, sepse atëherë shkrim bora në Alpet shqiptare dhe atëherë kemi ujë edhe në pranverë, domethënë në zonat e tjera të Shqipërisë, edhe në këtë pikë domethënë nga janari deri në qershor, le të themi, korrik, ne nuk kemi problem energjetik. Domethënë kemi më shumë energji nga sa na duhet. Por, nga që kemi këto hidrocentrale në përparësi që të thash, të vogla, të duhet të futim energjinë e tyre të parë në rrjet, kur mbushet kaskada e Devollit, edhe nuk mban më, për aspekte sigurie, duhet ujë ose të derdhet, ose të prodhohet energji dhe të shitet shumë lirë. Edhe kjo ndodh, domethënë që energjia që kemi atëherë, pra kuota e hidrocentrale të Fiersës duhet të qëndrojë fiks, nuk duhet të ndryshojë më, atëherë kjo energji te prica shitet me një çmim shumë të lirë. Kjo ndodh, domethënë. Pastaj, kur vjen gjysma e dytë e vitit, hidrocentrale e vegjël nuk kanë më çfarë prodhojnë sepse shterojnë pothuajse të gjitha ato alumenjtë e vegjël. Edhe ne përdorim vetëm kaskadën për të mbuluar gjithë këtë nevojën tonë energjetike. Edhe kaskada ne na mjafton deri diku, domethënë po e shpjegoj shumë trashë sepse është një gjë shumë dinamike. Kjo energjia. Po, ashtu na duhet që ta kuptojmë të gjithë, kupton se s'mund ta shpjegosh me gjuhën që bën me kolektet tu se kupton njeri. Eksakt, domethënë ne na mjafton kaskada deri në tetor, le të thuash nga qershori deri në tetor, dhe pastaj ne jemi detyruar domethënë nga shtatori e tetori fillojmë importojmë energji deri në fillimin e shkrirjes të borës, prapë domethënë edhe të shira. Kjo është e gjithë dinamika ekonomike, dinamika e prodhimit të energjisë në Shqipëri. Por problemi i ruajtjes, siç e the ti tani, nëse futim në sistem energji diellore dhe energji të erës, energjia diellore është deri diku e parashikueshme sepse e di që e ke vetëm ditën, e di që e ke me shumicë në verë, atëherë kur na duhet ne, domethënë kjo është gjë shumë e mirë. Por energjia e erës nuk është e tillë. Domethënë energjia e erës është varet kur frynera edhe nga frynera. Edhe nëse ti fut një sasi shumë të madhe energjie në rrjet, atëherë krijon problem për gjithë rrjetin rreth rrotullt, në stacionet, për pajisjet e shtëpisë që ke në shtëpi, domethënë krijon problem për gjithë rrjetin elektrik. Edhe kjo energji duhet hequr nga rrjeti, nëse prodhohet. Edhe për këtë gjë janë stacionet e pompimit, që janë hidrocentrale të kthyeshme, reversible hydropower plants quhen. Domethënë që kur ke shumë energji në rrjet, ti ke një pomp shumë të fuqishme që merr ujë nga një hidrocentral poshtë ose nga një rezervuar poshtë edhe e çon lart, dhe kur do ti energji, domethënë kur është e nevojshme që s'ka shumë energji në rrjet, e sjell energjinë poshtë. Kjo ka një eficiencë prej 80% me pompat e reja tani që prodhohen. Është më eficiente nga të gjitha. Edhe ne jemi në planifikim të dy të tillave tani në Shqipëri. Domethënë një në kaskadën e Muglicës edhe një në kaskadën e Drinit. Spektakolare. Unë për parë kam dëgjuar për këtë metodë rreth, diku të 8 apo 7 vite përpara, kemi ndjekur një projekt atëherë gjatë studimit në Zvicër, çka tillë është identike e njëjta gjë që ata po ndërtonin. Ne ndishim nga ana inxhinierike si ndërtonin, domethënë jo qëllimi i vërtetë që kishte, dhe ishte vërtet shumë interesante. Tani duke parë nga ana ligjore që ta bëjmë çik të larmishme, domethënë unë kam disa pyetje tjera teknike, por
nga ana ligjore po themi ose platforma të ndryshme që është detyruar qeveria ose shteti apo ku di unë të vëjë në bazë paraprake që të mundësojnë këto lloj projekte. Ti the që janë 2 projekte që kanë nisur, do të thënë kishte edhe ato investime të tjera përpara për aq Janë akoma në fazë studimi fizibiliteti që të dyja. E kuptoj. Me legjislaturën që kemi tani në Shqipëri, domethënë, është e mjaftueshme çdo gjë për të ecur përpara? Domethënë, jemi në stadin ne që neve na mungojnë thjesht, le të themi, në thonjza fondet ose dëshira vullneti për ta bërë, apo na duhet të ndryshojmë në një gjë tjetër, domethënë që ta bëjmë të mundur ose minimumi më të thjeshtë se sa është. Diçka do të shtoja këtu Bleon, tek e mbaj mend për herë të parë kur shkova në Gjermani para 10 ditësh, parapërsisht nga avioni bëri përshtypje se si qytetet gjermane janë shumë të grumbulluara, apo fshatrat edhe shtëpiat në Shqipëri ishin shpërndarë si kur i kishin mbjellë, i kishin hedhë faret nga avioni. E sot s'po bën më shumë përshtypje kjo, edhe pse ja di dhimbjen edhe probleme që shkakton diçka e tillë në fusha të ndryshme. Sot po ajo që më bën përshtypje është mesatarisht do thoja nga 10 shtëpi në veri në jug të Gjermanisë, ku unë edhe kam më shumë lidhje dhe një pjesë familjes, nga 10 shtëpi 9 janë me panelet diellore në çati. E kur vin Shqipëri, nga 10 shtëpi 10 ose 9 janë pa panele diellore. E që të thoja mbështetje ligjore duhet të jetë duke munguar në Shqipëri pa që nevoja me lexuar ligjin së pari, pastaj mund ta lexojmë edhe mund ta shtjellojmë. Unë kur e bëj krahasimin me Gjermaninë është nga 10 shtëpi në Gjermani, po flas më shumë nga pjesën e jugore të Gjermanisë që e njoh më mirë, 9 shtëpi janë me panele solare në çati. E në Shqipëri është e kundërta, nga 10 shtëpi 10 ose 9 janë pa panele solare. Ku njëkohësisht Shqipëria i ka deri në 300 ditë me diell, e Gjermania mesatarisht do thoja 1/3 e ditëve me diell i ka sa Shqipëria. Kështu që automatikisht pak të krahasojsh Berlinin që është më shumë i errët se sa Madrid, sigurisht Shqipëria fakt sigurisht Berlin, Hamburg kemi plot qytete të errëta. Kjo është edhe një fakt që Shqipëria automatikisht ka më shumë fuqi për të prodhuar nga energjia solare. Ajo që doja të shtoj është edhe një e nxjerr nga konferenca e energjisë ishte që çdo 6 muaj ka rrisin në panelet solare. Do të thonë çdo 6 muaj ka përmirësime. Çdo ditë e çdo muaj po bëhen më të lehta, po bëhen më efektive. Nuk e di ku është stadi aktual i kërkimeve për të bërë panele diellore që thithin edhe energji natën. Do të thonë pritet të rritet efikasiteti i tyre që edhe natën të thithin një pjesë të energjisë. Nuk e di saktësisht se si funksionon, por të paktën ka shku puna deri aty. Para se të bëhesh në pjesë të takimit edhe në video po shikoja pllaka të tjegulla të paneleve solare. E di që ka panele solare tani po gjithçka që po funksionon. Nuk kam blerë disa llamba së fundit, gjithçka po funksionon panele solare. Kështu që mundësia për të prodhuar, për të mbajtur vetëm energji nga panele solare është definitivisht një mundësi shumë e mirë. Pyetja është pse nuk po investojnë shqiptarët aq shumë sa gjermanët apo shtetet e tjera ngjashme. Kjo është arsye sepse sigurisht mungon mbështetja politike, mbështetja ligjore. Që automatikisht i bie që mungojnë iniciativat financiare që një qytetar i thjesht shqiptar ta marrë guximin të investojë në panele solare, sepse për momentin sigurisht është goxha e kushtueshme, por jemi bindur që me një mbështetje iniciativë ekonomike shumë kush mund mblidhet dhe mund të mbledhë forcat për të investuar kur e ka një siguri që kjo punë do t'ia vlejë mbas 5 vitesh apo 10 vitesh. Mund marr një shembull nga Kosova. Kosova po mbështet për izolimin e shtëpive sepse po kanë humbje goxha të madhe energjisë. Edhe mijëra shtëpi sfumi janë izoluar në Kosovë sepse shteti dha një iniciativë. Nuk e mbaj mend saktësisht sa përqind ishte 30 apo 40%, por mjaftoi për të nxitur qytetarët e Kosovës për të bërë izolimin, edhe pse 70% akoma ishin një shumë madhe financiare, po ja dinë rëndësinë e tyre, dhe ky është momenti besoj shumë momenti i duhur që edhe në Shqipëri të bëhen iniciativat të duhura sepse njerëzit, qytetarët janë goxha të informuar dhe janë të gatshëm për të marrë hap të tilla. Lulzim, unë kam diçka e dita do kthehem te ty se pyetja në fakt që ishte shumë e rëndësishme ajo që bëra përpara dhe ty do ta bëja të pyetje, po që mos ta harroj këtë gjë e vogël. Unë e njoh shumë mirë këtë pjesën e fotovoltaikës, sidomos për shtëpia private, sepse nuk e di se si është në Hesse apo në Nordrhein-Westfalen, po Landesbauordnung i Berlinit dhe ka detyrueshme nga 1 janar 2024
nuk mund të ndërtosh nëse nuk ke fotovoltaik, domethënë në shtëpinë tënde. Edhe pastaj subvencionet e gjitha gjërat që vijnë pas tyre. Problemi që kam unë, që shikoj pak nga ana e konsumatorit, është pikërisht ajo gjëja shumë pozitive që ti e përmende pak përpara, po është pak kështu double-edged sword. Po thuaj se njëherë në një muaj e pak ditë, me sa kuptova unë, regjistrohet një përmirësim. Regjistrohet, ato mund të bëhen edhe më shpesh, po të regjistruara në letra, njëherë në një muaj e ca ditë regjistrohet një përmirësim në panelet fotovoltaike. Tani për konsumatorin është pak e vështirë të bëjë një investim jo të vogël, kur flasim për një familje mesatare, kur e din që me këtë ritëm që po ecën, ne e dim se si ecën teknologjia sot në mënyrë eksponenciale, që brenda 5 vitesh mund të jetë dhe jo efikas. Siç ka qenë, nuk e di, Klajdi mund të më korrigjojë te kjo pjesa. Këto si quhen këto gjërat djegëse që kishin gjermanët të përshpia me paleta, me kështu wood pellets etj që dorën gjitha jashtë loje për verë me pumpe. Tani që është, unë nuk e di se sa ju ka rënë rasti juve të njihni personalisht, po unë si në industrinë e ndërtimit kam shumë persona që punojnë me mua ose për mua që i përkasin stresës të mesme dhe ka qenë vërtet diçka që i ka vrarë financiarisht jashtëzakonisht shumë. Ka në një mënyrë, do me thonë, ose të paktën një ide se si mund t'i paraprihet kësaj gjëje? Akoma jo. Zhvillimi është zhvillim. Edhe ai që me riskun ose fiton ose humbet. Atë Risku është risk. Ato ta mështern. Okay. Por risku sa i madh është risku. Unë e krahasoj këto pak base blon me një Samsung 3, 4, 5, 6, gjithmonë do të ketë risi. Zhvillimi nuk e shmang, nuk e ndalon dot. Në ata marrë rastin për Shqipërinë. Shqipëria po zhvillohet dhe do zhvillohet, pavarësisht se kush do të vi nesër në politikë. Sigurisht ndryshimet ka shumë çka ka efektin e vet, por zhvillimi është i pandalshëm. Kështu që edhe çështja e paneleve solare është momenti për të investuar, por është momenti për të investuar me mbështetje nga qeveria. Nuk mundesh ti vetë si një familjar i thjesht shqiptar ti hedhësh 10.000 euro ku nuk e ke garancinë dhe besimin shtet. Në momentin që e ke një garanci dhe një besim, një ligj që shteti e ka konfirmuar prej vitesh që me të vërtet po të investosh, do të bësh shitje në rrjet, edhe për 10 vite, për 7 vite e ke mbulimin e shpenzimeve, unë jam i bindur që shumë do të reagojnë dhe do investojnë. Dhe pastaj sigurisht ato që kanë më shumë të ardhur investojnë sipari edhe me radhë. Unë e di që investimet kryesorë kur erdhën në Gjermani ishte për këtë arsye, sepse u garantu shitja në rrjet me një çmim goxha të mirë. Edhe pse Djema është, unë kuptoj qëllimin e mirë të gjithë kësaj, e ke parasysh, por për faktin se rrethohem për ditë nga njerëz që jo domosdoshmërisht e kanë arsimin për t'i kuptuar gjërat, domethënë edhe për ta kuptuar gjithë volatilitetin e tregut gjatë gjithë kohës, është pak e frikshme, kupton? Prandaj këto janë punët tuaja dhe juve bravo i qoftë që i bëni, po unë mendoj që projekte të tilla kolosale që unë vërtet e besoj që fundamentalisht janë të mira. Janë të mira. Domethënë që sjellin ndryshim përpara. Mendoj që duhet të kenë një shtab marketingu pak më të fortë. Duhet të jenë çik më të fortë në publicitet, ta bëjnë një çik më të mirë, jo vetëm do shpëtojmë ambientin, se gjithë duan ta shpëtojmë ambientin, po duhet përshkuar edhe shpatllat ndonjëherë personave, domethënë që të ndihen mirë për momentin. Nuk e di sa I qartë jam te kjo pjesë. Me duke se kur bëra un refresh më kalove pak se doja të jep një koment për atë që tha Luli për legjislacionin për prodhuesit e vegjël të energjisë 9500 kW. Në fakt ligji është në fuqi në Shqipëri, macat me 2 drejtime instalohen, thjesht dhe kompanitë të cilat bëjnë instalimin janë dhe ato që janë ndërmjetëset midis OSHE-s dhe klientit fundor. Që do të thotë ata bëjnë kolaudimin e implantit e të gjitha këto dhe bëjnë dhe do të thënë instalimet janë instalime on grid me qëllim vetë prodhimin. Dhe do të thotë në fakt nëse ti në shkruan një kontratë me OSHE-n dhe në momentin që ti prodhon më shumë energji se sa ajo që konsumon, ti ke të drejtë që atë energji ta konsumosh deri në fund të vitit, por nuk paguhesh për të. Pyetje e radhës, duke u nisur nga ato çfarë folëm hidhe prit me lulëzimin përpara.
ka subvencione shteti gjerman si për firmat, se unë besoj që fillojnë që nga i vogël, ka subvencione që fillojnë që nga firmat e deri te konsumatori për të ndërtuar sisteme fotovoltaike. Jo, në rregull, shiko, e di që nuk jemi se unë e kuptova thjesht nga reagimi i klientit, domethënë, e kuptoj që ku jeti plako jemi në tjetër nivel. Shiko, teorikisht është e mundur të bëhet diçka nga Shqipëria, ti lëm pak më, po marrim një rast laboratorik, po lëm një korrupsionin dhe zhvatjen dhe grypsinë që kanë ata. Domethënë, ka ndonjë gjë që tjetër që i pengon ata për të kryer një hap të tillë? Nuk kemi aq para sa të ndihmojmë, domethënë Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës nuk kemi para. Nuk ka aq para. Jo, Okay. domethënë kjo mund të arrihet me fonde Bashkimit Evropian, po fondet Bashkimit Evropian po mbyllet turbine e tjera avash nga ne, nuk e di, po i pat lajmet e fundit për i partin. Për domethënë subvencionet e bujqësisë. Bashkimi Evropian nuk i jep më për shkak të problemeve që sapo zulet i në gojë. Po domethënë për subvencione ne jemi shumë larg, jemi shumë larg, domethënë besoj unë. Edhe nëse do jepte do ishin në një farë pike pa llogaritshme fare, domethënë për gjithë vlerën që ka një instalacion, një mbiçati. Domethënë për momentin që jemi duke folur, domethënë mund t'ja sugjerojmë qytetarëve shqiptarë që ndërtojnë shtëpi që të vënë fotovoltaik apo jo, të mos ja sugjerojmë? Patjetër. Me thënë është në 15 vjet që ka të paktën kjo jetëgjatësinë në libra i ke nxjerrë disa fish, ato para që ti paguan energji. Unë nuk jam dakord domethënë paga shumë me lulëzimin në këtë pikën zhvillimore të masivizimit të rooftop solar power, sepse e tha dhe dita më përpara, ne nuk kemi rrjetin e Gjermanisë. Domethënë rrjeti jon i OSHS është në shumë raste i para viteve 90, edhe unë jam për një sistem pak më të centralizuar në Shqipëri, ku mund ta kontrolloj me pika të mëdha. Domethënë për mua kjo është akoma për 20-30 vjet më e mira për Shqipërinë. Pastaj ndoshta mund të mendojmë domethënë që edhe çdo qytetar ta prodhoj vetë energjinë e tij edhe pastaj te pricën ta futi në rrjet. Qartë. Lulzim. Jo aty ku po bëni. Do vini në një gjësi për në qati apo? Kjo ishte e pyetje që po doja Bleon, edhe pyetje që doja t'i bëj edhe Klajt dhe Ditës, që ne po flasim për energjinë, por a ka dikush nga ne panelet solare në qatin e tij? Ne definitivisht përkasim shtresës mesme të toja dhe ka mundësi balkoni Klajt plot. Unë e kam balkonin nga veriu, kështu që do të nxjerrë disa helika nga balkoni, dashur, marrëzherën e veriut. Është mes pallatesh, edhe era nuk ka. Fel. Atëherë lulzim, po thoj. Një artikla që më bëj për të ardhur keq se unë jetë në fshat, gjithë mjet e botës i kam, vetëm se ato shtëpia që kemi ndërtuar në Bleon edhe për tjerët para 35-40 vitesh nuk i plotësojnë shumë kushte që është e vërteta, edhe në mbrojtje se nuk plotësojnë asnjë kusht. Nuk plotësojnë asnjë kusht. Të lutem. Kështu që në situatën që jemi, nëse familja ime do të kishte 10.000 euro spari, do të investonte në izolim edhe pastaj s'dyti do investonte në panelet solare. Kështu që kjo është një diçka pak do thoya për momentin edhe luks për shtëpi private shqiptarëve të ardhurave mesatare për Shqipërinë që janë akoma shumë të ardhurave të ulta për të investuar në panelet solare. Unë në qendrën që po bëj sigurisht e kam planin për të ndërtuar panele solare. Por panelet solare unë po llogaris diçka 15.000 euro plus minus, që është një shumë goxha e madhe për mua për momentin, pa shumë qindra mira euro investime se sa kam, sepse besoj që ta përmenda në fillim fare mbi 30.000 euro kanë shkuar vetëm dokumente e letra e taksa që i kanë paguajë qeverisë. Kështu që ti kisha pas një reduktim, ato para do të kisha aty dhe sigurisht nuk do t'i mbaj aty për të kisha investuar. Ja, për këto gjëra po flasun, po jo thot Klajdi, kupton? Ja, mos ti kishin marrë gjysma, kupton? Pikërisht, ose ta jepi një iniciativë. Për shembull, në rastin që bëjnë 15.000 euro, nëse ato thonë shiko, 5.000 euro, 10%, 20% po i investon shteti, sigurisht unë marr motivimin dhe vullnetin sepse e kuptoj dëshirën e mirë.
edhe sigurisht do të investoj. Unë që me qenë se të barazon pak për Clyde-in, se si ishte dakord për diçka edhe unë do të barazoj pak Clyde, jo se bësha ka pat keq, por thjesht unë nuk pretendoj nga Shqipëria të ndaj 10 miliardë euro për panele solare. Por ama shumë pres të ndaj 2 milion euro, 5 milion euro. Le të bëhet shembull, qoftë në institucionet publike, qoftë në shkolla siç e përmend pak e dita, qoftë shtëpia private, qoftë në nuk e di se si mund bëhet një tender, një bingo që një zonë të hidhen 2 milion euro, 1 milion euro. Nuk i ka problem qeveria shqiptare këto para. 1 milion, 2 milion nuk janë shumë. Sepse të njëjtën gjë po bën në startup-at. Agjencia e startup-ave ka hap një thirrje për mbi 3 milion euro që po shpërndahen bizneset nga më ndryshme. Një nga ato fituese do është edhe kompania ime. Sfundi para një jave morë lajmin shumë të mirë pritur. Kjo diçka e tillë mund bëhet sigurisht siç u bë për startup-at, mund bëhet edhe për panelet solare. Unë mendoj që ka mundësi Shqipëria ka buxhetin, jo gjithmonë do vajemi nga Bashkimi Evropian, sepse është diçka që ne mund vetë prodhojmë, gjithmonë ku investojmë diçka për të prodhuar vetë, qoftë në energji, qoftë në bujqësi, qoftë kudo, unë mendoj që qeveria shqiptare ka mundësi për ta hap një derë të tillë që të paktën të rrisim motivimin edhe të kuptojmë, siç u përmend pak rrjeti, unë kuptoj problemet e rrjetit, por rrjeti në Shqipëri çdo ditë edhe përmirësohet. Kështu që pse jo të përgatitemi ne, jo 10-15 vite klajse shumë është, nuk do shkojmë aq gjatë, por do edhe më shpejt do të vijë instalimi në Boçatia. Shko, unë jo më kote bëra si pyetje Lulzim që ka mjetë e shtetit shqiptar ka, sepse ne nuk kemi nevojë të shpikim rrotën nga e para, domethënë e kanë bërë të tjerën përpara, ne thjesht mund ta marrim ta implementojmë. Unë mendoj se në lidhje me energjinë, mbrojtjen e ambientit dhe kursimit të resurseve, domethënë, është reforma në industrinë e ndërtimit, është diçka që duhet të jetë pararendjasja e çdo lloj gjëje, përpara se ne të fillojmë me të ndërtuar dhe fermat edhe këto pyjet. Duhet të ndryshojmë mënyra se si ne i konsumojmë këto resurse që nuk i kemi, që kur ti kemi të dim t'i përdorim akoma më mirë, domethënë. Një nga këto në një raport që kanë shkruar unë këtu para 4-5 vitesh në TU Berlin, ka qenë që është nga ana legjislative jashtëzakonisht shumë e thjeshtë në qytete si Tirana, Durrësi, Fieri, Shkodra, Vlora për shembull, çdo person që ndërton 1 centimetër më shumë se sa një shtëpi private, domethënë, të jetë i detyruar të ketë si përfaqe për parkim, që nuk kuptohet për Tiranën, për shembull, të gjitha pallatet të kulla, domethënë duhet të kenë disa kate, siç është Tokyo. Dhe sipër me fotovoltaike dhe fasada fotovoltaike ose fasada që le të themi vjelin energjinë e erës. Edhe këto janë gjëra për shembull që tashmë janë në treg, nuk janë më koncepte, tashmë janë në treg, domethënë edhe un kam një që me shumë mundësi do të filloj nga mezi 2025-s që përdor teknologji të tillë. Tani shumë persona mendojnë se kjo është e pamundur, edhe unë këtu në fakt mendoj të kundërtën, sepse ne nuk po flasim më për Klajdin dhe Bleonin që do bëjnë një shtëpi në Saranda apo në Berat për të futur kokë, por po diskutojmë për kulla që gjenerojnë me miliona për mos të miliarda euro ndonjëherë. Dhe në qoftë se nga 30 milioni vajte 31, so what? Është në të mirën e të gjithëve, domethënë. E gjithë pjesa e ndotjes së ambientit në Shqipëri dhe shkaktimit të dioksidit të karbonit, për shembull, vetëm se si qarkullon në gjithë trafiku është për faktin se rrugët janë skandal, nuk ka një planifikim urban. Gjithë ato makina se janë disa gjëra që duken jashtëzakonisht shumë të vogla, domethënë thonë njerëzit që pse merresh kot me këto gjëra, po vetëm Mahamanja po do dërgosh një skuadër të numëroj sa makina arrin ndezur sepse nuk kanë ku parkohen në Shqipëri, domethënë do dalë një shifër që vërtet në krahasim me aq vend i vogël sa jemi ne, nuk është më e papërfillshme. E nëse këto godina të mëdha që kërkojnë kaq shumë mbajtje, të gjitha këto tege që të ura, këto kullat marrin jashtëzakonisht vërtet shumë nga i gjithë trafiku, duan kapilar. Domethënë unë nuk e di se si funksionon në Shqipëri, po e shlisu këtu kur e kam bërë unë, domethënë ka një nga temat më kryesore. Nuk të jepet as leja ndërtimit etj, pastaj për mos të kaluar prap në utopi. Po këto janë gjëra që janë të bëshme, edhe janë të bëshme thjesht me një lëvizje gishti, mjafton të jetë vullneti për të bërë këtë gjë, sepse nuk e ndalon asnjë gjë shtetin shqiptar të thojë që, okay, u bë çau bë sot, kjo është këtu, por që nga sot e tutje do bëhet ndryshe. Nuk e pengon asnjë gjë.
Nuk ka asnjë ligj, asnjë regulator, domethënë që të thotë që jo, pse kjo bie në kundërshtim me filan ligj apo tjetër. Nuk ka. Thjesht mungon vullneti. Kur them mungon vullneti, nuk e di nëse juve e shihni të tre në të njëjtën mënyrë, po unë mendoj se mungon stafi i kualifikuar në Shqipëri. Mungojnë njerëzit që kanë ambicie, mungojnë njerëzit që kanë dëshirë të paktën për të provuar diçka. Unë nuk po them që gjithmonë do funksionojë, mbase kjo që them unë nuk funksionon. Unë nuk jam i martuar me atë ide, nuk kam jetën time, nesër do ndryshoj mendjen prapë për diçka tjetër, nuk ka asnjë lloj problemi. Po unë mendoj që ka shumë mangësi të provimit edhe të studimit të ideve të reja në Shqipëri. Nuk e di, nëse jeni të njëjtin mendim, edhe nëse mund të keni ndonjë sugjerim tjetër, domethënë në masa paraprake, pa filluar akoma me këto që përmend. Unë jam plotësisht dakord me këtë që thua. Domethënë, po ta përmenda edhe pak më përpara, domethënë si me sistemin energjetik, ashtu me planifikimin urban, edhe me planifikimin e territorit, domethënë zhvillimin e mjedisit. Kriteri për mua është oportunizmi, domethënë nuk është strategjia edhe ideja se si do të bëhet. Domethënë gjithë kriteri është oportunizmi. Çfarë na duhet tani e bëjmë tani, nuk mendojmë për nesër. Na duhen 10 vota, do japim 20 leje. Na duhet një deputet aty, do ndërtojmë 5 rruga atje. Domethënë nuk është asnjëherë në këto 30 vjet ose shumë pak, jo asnjëherë. Është në shumë pak raste, domethënë ideja e mire për të bërë diçka që do mbetet. Është thjesht oportunizmi politik mbi të gjitha, domethënë, po edhe financiar, domethënë për të përfituar diçka nga ajo që bëhet aty. Domethënë, jam plotësisht dakord me atë që thua ti. Problemi është në thelb, domethënë që çdo zhvillim, çdo aspekt i zhvillimit ekonomik, domethënë planifikimi urban, energjetik, mjedisor, gjitha domethënë janë për të oportunizmit edhe jo të zhvillimit, siç duhet të jetë. Atëre, Dema, duke filluar që nga lulëzimi Klatja dhe pastaj kur të ribashkohet Edita, keni ndonjë dëshirë, ndonjë qëllim, ndonjë thirrje dikujt, askujt në përgjithësi që do të doni që të ndërmerrej si gjë në të ardhmen? Po, ajo që para shumë dhe ato që doja të thoja është që unë mendoj që Shqipëria është land of opportunities, ku shumë çka mund të përkthehet në një iniciativë pozitive dhe një zhvillim. Sigurisht problemet i ka dhe nuk duhet i mbyllim syt. Më marr rastin problemin e një ndër problemet është çmimi i lartë i hidrokarbureve, i naftës edhe benzinës, që është më e larta në rajon. Po llogaris 40 deri në 50 cent më shtrenjtë për litër se sa është në Kosovë. Por kjo është një dëm shumë i madh që po i bëhet popullit shqiptar, por nga ana tjetër është edhe një mundësi për të menduar për diçka më inovative. Marr si shembull makinat elektrike apo taksitë elektrike në Prishtinë që po bëjnë namin. Çmimi i taksive është aq i ulët në Prishtinë saqë ku s'kam parë vend tjetër të botës, edhe sfundi është ulur edhe më shumë për arsye të pagesës, për arsye të përdorimit të energjisë elektrike. Kështu që janë makina elektrike që po ti llogarisësh më përpara kur përdorni naftë është deri 1/3 e çmimit. Kështu që fitimi i tyre është kolosal po ta krahasoje para disa vitesh. E njëjta mundësi sigurisht është edhe më mirë për Shqipërinë, rasti i kompanive taksive, si shembull, thjesht motivues që ato që e kanë naftën edhe më të shtrenjtë se sa në Prishtinë, imagjino çfarë do ndodhte nëse taksitë elektrike fillon në Shqipëri. Kjo nuk është më tani një fantazi, makinat elektrike funksionojnë vetëm në Gjermani apo në Japoni apo diçka e tillë. Kjo është një mundësi në Shqipëri që duhet më u shfrytëzuar. Ka ardhur momenti edhe madje po fillojnë dhe stacionet e mbushjes së karikimit të makinave dhe madje mundesh ta bësh diçka të tillë edhe në shtëpinë tënde. Nuk ka nevojë gjithmonë të varesh nga sistemi i shtetit apo edhe sistemi privat që duhet me qenë gjithmonë ai tjetri që ja bën sistemin për ty, po ndërkohë ti vetë mund të bësh diçka të tillë dhe me të vërtetë mundesh ti kryesh të ardhurat më të mira ekonomike vetes, por njëkohësisht është edhe ndjesia e mbushjes pozitive që s'po ndodh edhe mjedisi. Kështu që ajo që do të thoj është thjesht ne shqiptarët duhet kemi më shumë besim, më shumë vullnet, ta duam njëri tjetrin, besojmë për mundësitë që na jepën, po sigurisht kurrë nuk do të mbyllim syt përpara të keqes, edhe të jemi realista. Në momentin që është diçka e keqe për ta thënë, unë vetë them gjithmonë, unë jam vetë biznes tani në Shqipëri.
që shumë vetëm këshillojnë mos fol kundra qeverisë, mos fol pro opozitës apo e kundërta, nuk do flas as pro as kundër, thjesht ajo që është reale duhet thuhet gjithmonë, se përndryshe çfarë na mbetet neve me marrë me vete. Kjo është ajo që unë doja ta mbyllja, pak motivim, pak mjedis, pak energji, pak buzëqeshje, që sigurisht që s'do të më vjen. Faleminderit Lulzim. Klajdi, dëshirë ose thirrje? Përveç votës së diasporës, domethënë që është dëshira dhe thirrja ime e përhershme, e duke lënë më njën ato shëndetësi më të mirë, polici më të mirë, pak më pak korrupsion, më shumë drejtësi, domethënë për shtetin tonë, që të kthehemi sa më shpejt atje, se ngelëm rrugëve të Europës. Në aspektin energjetik, domethënë, dua të jap edhe një shifër tjetër, edhe ta vendos pak në kontekst. Domethënë, rreth 38% e energjisë në Shqipëri është energji e rinovueshme, sepse pjesa tjetër, domethënë 62% nuk është e rinovueshme. E kjo përfshin këtu edhe energjitë që përdoren për mobilitet, për lëvizshmërinë, domethënë makinat, për ngrohjen, gjitha këto lloje të tjera të energjisë. Nëse Shqipëria do përqafoj këtë tranzicionin energjetik edhe do kthehet në një shtet elektricitetit, dhe të themi vetëm energji elektrike, duke i kthyer dhe makinat edhe të gjitha sistemet e tjera, ne duhet të prodhojmë edhe 4 herë sa që prodhojmë tani, 3 herë gjysmë pak a shumë energji në vendin tonë. Kjo duhet, domethënë, dëshira ime është që ndryshimi të fillojë sa më shpejt, domethënë rritjen e kapaciteteve, rritjen e rjetit, përmirësimin e shpërndarjes, krijimin e infrastrukturës për lëvizshmërinë, për makinat. Nëse duam, sepse këtu edhe pak vite nuk do prodhohen makina me djegje të brendshme. Nëse edhe ne duam që të ecim si Europa, me thënë koha është the clock is ticking, si i thonë, domethënë duhet sa më shpejt që ne të fillojmë të rritim kapacitetet tona të prodhimit. Një orë më përpara. Exactly, domethënë pikërisht. Kjo është dëshira ime, ose kjo është thirrja ime. Spektakël. Edita, nuk e di nëse na dëgjove pak më përpara, unë ju luta të treve, domethënë të shprehin një dëshirë ose një thirrje e drejtuar dikujt ose edhe masës në lidhje me, le të themi, ndryshimet energjetike të nevojshme për Shqipërinë. Më shumë si thirrje, do ishte kështu një fjali përmbyllse, duke e lidhur pak me atë që tha Klajdi, edhe unë nga ajo që kam kuptuar nga diskutimet e ndryshme që kam pasur edhe me profesor të mi, në fakt që janë edhe ekspert energjisë edhe në këtu në Gjermani, dhe punojnë me landin edhe me politikë bërjen e energjisë. Ata e shikojnë gjithmonë dhe më thonë gjithmonë që ke fat se vjen nga një vend i cili ka një model për t'i dhënë botës, nëse dini ta menaxhoni mirë veten tuaj. Edhe jeni fiks në momentin e duhur që t'i shfrytëzoni resurset që keni, edhe pastaj të bëheni dhe element edhe aktor në tregun rajonal ballkanik, po ndoshta edhe europian, po themi rajonal më së shumti. Edhe gjithmonë mua kjo fjalia më bie pak shumë fort, se më duket, domethënë ne gjithmonë e kemi minimalizuar veten ande nga vim, dhe kur ata e shikojnë ashtu, nga që normalisht punojnë me modele të ndryshme nga vende të ndryshme, duket pak shumë si shumë përgjegjësi, dhe po nga ana tjetër, nga që ka shumë njerëz të mirë që janë shumë ekspertë të mirë të fushës së tyre, thjesht janë të gjithë të ndarë duke bërë secili punën e vet në vende të ndryshme, edhe fatkeqësisht nuk janë të mbledhur të gjithë në një vend për të shfrytzuar gjithë kapacitetin intelektual që kanë, edhe për ta përdorur për të mirë të vendit. Se përveç se kanë kapacitete intelektual, kanë edhe
atë përkatësinë, sesën e përkatësisë dhe dashurisë për vendin për të bërë një ndryshim. Që edhe kjo është komponent shumë i rëndësishëm se këtë nuk ja mëson dot njeriu. Këtë duhet secili brenda vetes e rrit çdo ditë. Edhe unë kam vënë re që ne gjithë që jemi jashtë e kemi këtë brenda, sepse askush nuk do jepte kohën e tij, vetëm një gjë që nuk i kthehet, nuk do ta jepte në funksion të një gjëje që është pak idealistike, sepse nuk e dim se si do shkojë. Edhe ne gjithë po e bëjmë në një lloj mënyre, pa pritur në një gjë në këmbim, në tërësi, domethënë. Në këtë aspekt u kam shumë besim, edhe shikojmë çfarë do na sjellë e ardhmja, po që kemi shumë potencial, kjo është e vërtet. Bukur fort, sa e dita kësa here, e tham edhe në herën e kaluar, gjëja më e bukur kur nuk ke asnjë gjë është të ke shansin ta bësh mirë kur e bën herë të parë. Kështu që le ta shohim gotën gjysmë plot. Miq të dashur, episodi si çdo herë tjetër më përpara ka dalë në Patreon, ku juve mund të bëni abonimin tuaj, gjithashtu edhe në YouTube Membership ose Spotify for Subscribers, që na ndihmon për të vazhduar për të bërë episode të tilla. Donacionet i keni pastaj në të gjitha platformat që janë të rreshtuara, unë nuk po i përmend nga e para. Klajdi Lulzim, Edita, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që morët kohë nga ditët edhe mbrëmjet tuaja të ngjeshura për të kryer këtë bisedë në Buçi Podcast, dhe shpresoj që mos të lodheni shpejt, edhe që të mblidhemi përsëri për tematika të njëjta, të tilla, të afërta apo edhe të tjera. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për platformën Bleon. Është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit për punën e shkëlqyve që më bën Bleon, edhe që na mblodhe, na dhe mundësinë ta ngrejmë zërin. Faleminderit juve, miqtë mi, deri në tjetër, bashkë miru pafshim e miru dëgjofshim. Pafshim. Ciao. Pafshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.